Ani pse në Kosovë ekziston ligji i cili e ndalon pirjen e duhanit brenda ambienteve të mbyllura, në shumë lokale të komunave të Kosovës ky ligj nuk respektohet. Si pasojë e kësaj, shumë qytetarë që nuk janë konsumues të duhanit, po e kanë problem të qëndrojnë brenda këtyre ambienteve. Kjo për shkak të tymit të madh të duhanit. Këto ambiente gjithashtu janë bërë të dëmshme për shëndetin e njeriut e sidomos për fëmijët dhe moshat e shtyra. Ndërkaq, inspektoriati po vazhdon që të mos e bëj kontrolle në pothuajse asnjërin prej tyre. Në lidhje me këtë problematikë të shfaqur përgjatë viteve të fundit, gjithnjë më tepër, pavarësisht se ekziston një ligj i cili e ndalon pirjen e duhanit në ambiente të mbyllura, ne kemi biseduar edhe me inspektoriatin sanitar. Përmes përgjigjeve zyrtare nga inspektoriati bëhet e ditur se vetëm gjatë kësaj kohe të vitit 2026 në Kosovë janë realizuar 1158 aktivitete inspektuese. Në këto aktivitete janë përfshirë kontrolla në gastronomi, tregti, institucione arsimore, furra, peshina e shumë vende të tjera, që kanë ndikim të drejtpërdrejtë në sigurinë e qytetarëve. Nga të dhënat e raportit shohim se gjatë këtij viti më së shumti inspektime janë kryer në hotele e restorante, ku gjithsej janë kryer rreth 557 inspektime. Derisa më pak inspektimi janë kryer në institucione të rëndësisë së veçantë. Së rezultati këtyre kontrollave, sipas inspektoriatit, janë shqiptuar 193 gjoba administrative, si dhe 81 pëlqime sanitare. Megjithatë, pavarësisht kontrollave e gjobave që janë bërë, konsumatorët kanë dërguar ankesa lidhur me konsumin e duhanit, ku shihet qartë se nuk respektohet pothuajse fare ligji për duhanin. Në raportin e inspektoriatit është bërë e ditur se vetëm në 2 muaj të këtij viti janë shqyrtuar 18 ankesa të konsumatorëve. Derisa dihet mirë se shumë prej qytetarëve as nuk marrin mundin të ankohen, duke ditur se inspektor ka pak, dhe ata që janë në terren shihen shumë rrallë. Inspektime të ndryshme më së shumti u kryen në hotele e restorante të ndryshme edhe përgjatë vitit të kaluar. Në përgjigje të dhëna për Lojminet, inspektoriati njoftoi se gjatë tërë vitit janë realizuar 3028 inspektime. Ndërkaq në total gjatë vitit 2025 janë kryer 8221 kontrolle nga inspektoriati sanitar, duke shqiptuar kështu rreth 554 gjoba ndaj bizneseve që kanë shkelur ligjin për duhanin. E gjithë kjo situatë dhe mos respektimi i këtij ligji po rrezikon shëndetin e njerëzve. Dhe jo vetëm të atyre që konsumojnë duhanin, por edhe të atyre që qëndrojnë në një ambient të mbushur nga tymi i tyre. Ani pse aty do duhet të mos pijej. Inspektoriati sanitar në raportin e dhënë për ne ka theksuar se disa nga arsyet se pse ligji për kontrollin e duhanit has në vështirësi dhe nuk zbatohet, ka të bëjë me mungesën e edukimit shëndetësor të qytetarëve lidhur me rreziqet që paraqet duhani. Për më tepër, edhe tolerimi për një kohë të gjatë i pirjes së duhanit në ambiente publike po e bën zbatimin e këtij ligji edhe më sfidues. Përveç tyre u përmenden gjithashtu edhe rezistenca nga disa subjekte afariste. Vështirësitë e identifikimit të personave fizik e veçanërisht në mungesë së policisë të Kosovës. E në fund edhe numri i kufizuar i inspektorëve. Në fund, inspektoriati bëri të ditur se disa nga hapat e parë prioritar të tyre do të jenë rritja e numrit të inspektoriateve sanitar, zbatimi i plot i ligjit për kontrollin e duhanit, si dhe përmirësimi i kornizës ligjore për të eliminuar paqartësitë praktike në zbatim. Këta hapa, si dhe ndërgjegjësimi i qytetarëve rreth dëmit që shkakton duhani, janë të domosdoshëm që ligji të mos mbetet vetëm në letër, por të zbatohet plotësisht në praktikë. Mos respektimi i këtij ligji tashmë nuk është vetëm çështje administrative, por një çështje e cila prek drejt për drejt shëndetin e secilit nga ne.